Edhe për krah angazhimit maksimal gjatë gjithë natës për hapjen e rrugës të bllokuar nga Orteku në afërsi të kishës së Shëmbigurit në aksin rrugor Diber-Mavrov, ky aks rrugor vazhdon të jetë i bllokuar. Bora, dheu dhe drujt e shkullura nga Orteku kanë krijuar masivin bllokues të rrugës deri në 5 metra lartësi, ndaj sigurisht që edhe gjatë gjithë ditës së sotme do të duhet që të punojnë maqineria nga të dy krahët me shpresën që të hapet ky aks rrugor që ka bllokuar komunën e Dibrës, atë të Mavrovës, Rostushit dhe atë të qendrës së Zhupës. Edhe pse maqineria ka punuar gjithë natën, megjithatë ka shumë dhej për të larguar nga rruga që të lirohet aksi rrugor Mavrov-Dibër. Bëhet fjalë për 500 metra rrugë të bllokuar, maqineria Knaufi, qendrës së Zhupës dhe asaj të ndërmarrjes Makedonia Path janë duke punuar pa ndërprerje. Që ka edhe shumë punë për të bërë, vërteton edhe i punësuari në ndërmarrjen e Makedonia Pathit dhe Arni Manovski, i cili nënvizon se masivi i dheut është shumë i madh dhe pengesë kryesore është bërë një lidhje e fortë mes borës, dheut dhe drujve që vështirëson evitimin e Ortekut nga rruga. Për arsye të dëmtimit të përçuesve të energjisë elektrike, edhe më tutje disa fshatra të Rekës së Epërme do të mbeten pa energji elektrike, ndërsa qytetarët e këtyre tre komunave kanë lidhje me botën vetëm në drejtimin e komunës së Strugës dhe vendkalimin kufitar të Bllatës.